Një pyetje, duke qenë se janë vetë nga Durrësi dhe më ka bo përshtypje shumë. Jo vetëm mua se është bombardu rrjeti, u mund jemi funit që po e bëj këtë pyetje. Ore, kjo puna ke portit Durrësit vëlla. Tashi, këta salvagente nuk I kishin marrë ditë hotelit, a? E lanë mu zhyt, po qëllë e shpume. Unë mendoj që lajmi për 23 apo 85 cm është para përgatitje opinionit publik për anullimin e projektit. Ai projekt do anullohet sepse ka shkelur, ka cënuar interesa të paimagjinueshme ndërkombëtare, gjeopolitike rajon dhe Rama është zhytur me një pislëk për shkak të ndryshimit të administratës amerikane. Ore, njerëzit kanë edhe lekë në blemë. Sa e kanë edhe njerëzit lekë në Shqipëri. Pasodhen ke grupa i disë 91 dhe zvon mend 97. U shpëtu porti. Këto lekët, vëlla. Më fal, ku t'ja Apo dela labarit. ku t'ja dhan këto lekë? Labarit, një biznesi. Po. T'ja kërkojnë atij të më Më fal, nëse ti tash në këtë moment, mjet mu ca lekë. Do unë të rrejt. Si do zgjidhësh problemin? O do marrësh peng, o do mësosh gjykatë. Po. Bukur. Ka të shkojmë gjykatë, se atë peng se marrin dot. Pyetja është kur fillon gjyqjet e kur marron. Dhe masi marron, si të marrin lekët. Me reformën Soros në drejtësi, gjyqi do zgjasë minimumi 8 vjet. Minimumi. Dhe pasi të mbaroj minimumi 8 vjet për ta përmbaruar, do të më shku në Emiratet e Bashkuara ta përmbaroj. Më fal vëlla, ku do I marrin lekët? Ma thuaj ti mua, ku do I gjejnë labarin këta? Ty ruaj Zoti edhe këtë herë nuk di ç'a them. Gjithsesi, kjo që po them unë sot I ndihmon gjithë ata që kanë bler, që të nisin më njëherë procedurat. Ta argjënde ca lekë të jellin gjyq thotë. Jo, nisin më njëherë procedurat që të ushtrojnë presion që tani, të ne vonë nesër për të garantuar investimin e tyre, sepse ta kanë hedhur lekët, ndërkohë Instituti I Ndërtimit ka thënë, po bëj avokatin për këtë punë e qajur në avokatin, për këtë lloj fushë. Kujtoj një gjë, në këtë moment kanë mundësi që të kërkojnë bilans si klient të parametrave që ka përdorur Instituti I Ndërtimit për të marrë kopje dokumentit sipas ligjit për drejtën e informimit, sepse nëpërmjet atij dokumenti janë në gjendje të kenë një lloj raporti ligjor me këtë histori ku lidhet shumë ngushtë me mbrojtjen e investimit, parave që kanë hedhur, se nuk kanë harxuar fare parat. Shumë pak kanë harxuar. Kompania është Shqipëri regjistruar ti e di. Apo ja. Kompania regjistruar në Shqipëri ka një bilans, ka dhe një numër llogarie bankare. Se do t'i lëvizësh ti parat, një pjesë mund ta mbrojnë parave të tyre. Këshilla e avokatit. Këtë fushë e qarë. Hani gjut. Qa të the me një më? Dikush është larmi më I madh sot. Në moment që filluam plasim për këtë, filluam pim cigare, si kishim ndaluar me pi. Po. Foli për portin e Durrësit, për port, jo për port turistik. Herë të parë foli për port ushtarak në Porto Romano. Ishte e parë që dëgjonin termin port ushtarak, Porto Romano. Fiks, I vulën ai. Prit se ky ishte port civil. Më doli port ushtarak. Pyetja është po porti civil ku do bëhet? Ndërkohë është port 4000 vjeçar dhe mbi të gjitha është një port që ka të bëjë me ekzistencën e këtij qyteti, përcakton dhe është një port që cilësh zhduket për shkak një porti më të vogël, që është I krahasuar me Malezi. Është krijuar një koncept tek njerëzit kur vjen një investim I huaj. Nuk po flasim është I huaj apo shqiptar ky, por në parim është I huaj. Dhe ajo ideja që është miliarder Dubai të bëj gjë të bukur etj. Koncepti, jo vetëm për këtë, por për të gjitha gjona, është shqyqy që po vjen dikush të bëj diçka se fillon leku, fillon puna, fillon gjitha, domethënë, këta vinë, ne ikim. Tashi, po pse duhet me ikur vinë këta që bim punë, bim lek? Sepse kanë si 0 lekë herë para punës. Këtë du të them nga njerëzit. Ja gjithë lekët e shqiptarëve, është njësoj si me morën tash këtë tokën këtu, ku ke këtë pallat, ta prish të pallatin, dhe do bëj pallat tjetër. Kush dojt tulli lekët që ta blej para ta blej grop. Unë kam 0 nevojë për lek që ta bëj. Mjafton të paguash ti lek që do e blesh. Pra, ky projekt bëhet në parat e njerëzve. Pra,
pas ka qenë puna me bua labari. Pse mos e bote qeveria shqiptare? Po të ishte në këtë logjik. Por disa lekët duhen banorëve. Më kupton logjikën. Pra në grop lekët. E dyta është problemi që si rremenja, se shka që kollajt, me që ti shqiptarët i kënë xhep dhe së pyet për ta, do tolerohet një kjo gjendje e shkretimit të interesave të geopolitikës, ka që kollaj, Kesh në xhep edhe tuja. atë e ka rrejt menja për shkak të kohës, sepse ishte në administratën Biden, kur u bë projekti. Grupa që i ka hap shqiptarëve, më duhet se zhvarri ti. Ka përshtypjen se fundi i Ramës do të jetë porti Durrësit. Ndryshimi strategjik mund të ketë bëj pikërisht edhe me heqjen qafe të Ramës, politikisht ndërkombëtarës. Ku ambasadori që vjen është shumë i qartë, e pyetën për Sazanit, e pyetën për Zvërnecin, për Trumpit, për Unë tha kam lexu thaj. Tha, unë këtu nuk vi tha për punë të familjes Trump, tha, shkoni pyesni familjen Trump. Ka njerëz që se kuptojnë se po bëhet Trumpi. S'ka lidhje fare me Trumpin kjo punë. Ka të bëjë me Izraelin kjo punë. Dhe ka të bëjë me faktin që s'mund të futesh bazë ushtarake izraelite në Sazan, në mes të Evropës, në mes të NATO-s, dhe ta kalosh lumin pa problem fare. Mund fundosësh. Unë ndjek informacion të dorës së parë. Rasti konkret e kam shpjeguar është një analiste amerikane, ka punuar në FBI, me origjinë turke, e cila ka dhënë një të dhënë në Turqi është zyrtar që 1/3 e portit Sazanit është prenotuar për një bazë ushtarake, logjistike, izraelite në Mesdhe. Bëhet fjalë për burime të cilat janë të rëndësishme dhe shumë serioze. Bëhet fjalë për Turqinë. Bëhet fjalë për burime të dorës parë, që janë vetëm me shërbime sekrete. Dhe për t'ia bërë më të qartë publikut është që ka pas një projekt Sazan që është miratuar në 2024-2025 për familjen Kushner dhe Ivanka Trump. Apo njerëzit nuk e dinë që ky projekt është anulluar në vitin 2025, fillim 2026. Në moment që ra gjysma e projektit që ishte në Beograd, ra dhe Sazani dhe Zvërnec. Këto janë projekte komplet të reja. Ky projekt që tani nuk ka si dhe me projektin që kemi parë. Është projekt komplet nga e parë. Ka skadu leja ti sa për ditë, nuk bëhet më se ka skadu të leja. Nuk është bërë aplikimi për në afate, se ka afate, ti e di. Ato bukurina që nxorën 3 data. Jo. Është anulluar. Sepse nga që dështoi Beogradi, ky ishte gjysma në Shqipëri, gjysma në Jugosllavi, në Serbi. Ishte projekti i tillë. Një projekt i vetëm. Njëra ishte kazinoja, tjetra ishte rezidenca. Në Shqipëri ishte rezidenca, në Beograd ishte kazinoja. Dhe kishte një linjë ajrore që kryente detyrat dhe një linjë helikopterësh që kryente detyrat nga Sazani në aeroportin e Vlorës, përfshi dhe linjën me motoskaf, edhe në aspekt me Zvërnec. Ky projekt ra në Beograd, ra dhe në Zvërnec, ra dhe në Sazan. Kush ka njohuri në botën e ndërtimit, e kupton fjalën aplikim në kohë dhe mos paraqiten në afat që do të thotë fillohet nga e para çdo gjë.